një cent. Derisa ministri ka marrë rrugë për atë punë dhe që ka posë dëshërbime. Unë kam shku atje, kam vendosë vetën teme në rrezik për shtetin e Hoxha zëvendës ministër ka qenë. Ka qenë atë zëvendës ministër. Dhe unë besoj që ka drejt më shumë sonë se kam vendosë jetën teme në shërbim këtij vendi. Dhe e kam pa me sytë me e kam prek. Edhe ti kokë dyshënt. Pse? Unë kam shku me llogaritë shtetit për llogaritë shtetit. Pse ke pështu? Kam pështu? E di shpirt jam se kam pështu. Po gjinderum. Pa ajo që duhet them. Unë nuk kam shku atje, po e bëj tani sot publike, për me dënu ndonjërin person. Unë kam shku atje për ta kuptuar nëse ai vend është burim i organizimit të cenimit sigurisë kombëtare që unë kam luftuar dikur për këtë vend. Mos të harrojmë një fakt. Përteri dëshirave për me promovu një punë dikuj ose me ataku një punë dikuj. Institucionet e shtetit kanë obligim, morën taksat e mia. Unë jam veteran luftës dhe s'marr pagën e veteranit luftës. Se marr për shkak se s'du me qenë bashkë me ato veteran të rrënjshëm. Por derisa se marr një cent pikë këtij shteti dhe një prokuror i merr 2000 euro, pse marrone do të me promovu punën e tij, e paguhet për atë punë. Dhe ka detyrim ligjor, sepse mos veprimi o vepër penale. Po pa dash me kundërshtu ata që tha avokati nderuar s'kam qëllim tillë. Ka drejt ta ketë fjalën e tij. Ne kem nevojë me ditë nëse grupet radikale, ekstremiste që i quajti vetë prokuria e shtetit për ecitën e arë, deklaratën zyrtare, një grup ekstremisht e rrezikshëm. Pyetja është, a jemi të sfiduar më burr para një sigurie apo si? A është Kaçaniku i rrezikuar, a është Kosova e rrezikuar? Unë që jam marr tankon vet, unë e kam bërë deklarativisht po thamë edhe sonte që kam shkuar në Siri për të marrë informacionet e para. Çfarë thotë Mulla Osmani thotë jemi gjithë ne. Pse nuk jemi kur vritet polici? Pse jemi ne? Me armë ka qenë, unë jam pa armë. Ja me duhet xhepa. Nuk do të më fyj inteligencën e shtetar të Ligës Kosovës. Me ide për me promovuar krizën, në fund ka që kanë rrogat e mira. Osmani është i respektuar, në është i pambrojtur. Nëse lejohet me përhapa ekstremizmi, atëherë Mulla Osmani nin veten kur policit vritet, a ndihesh i rrezikuar Mulla Osman? Po veçaj që në përgjithësi, unë prej vitit 2009 nuk ka që se kam di vetën të rrezikuar dhe nuk ka që s'kam qenë rrezikuar dhe nuk ka që s'jam i rrezikuar. Të mosh problemi mirë, po ajo ka pulmuar me vendosjen e eksplozivit në xhamin. Na jemi besimtar. Na jemi besimtar nëse ka thënë Zoti me vdek, unë kam me vdek. Amo që tash kur lindë dyshimi, prej 2016-s, asnjë prokuror, asnjë hetues, kush nuk më ka ardhur kur më thon mua për çat eksplozivin kush e ata që e citën e zhytën propagandën në fjalën e parë. Hoxha ka qit vet. Kështu kanë thënë? Po, fjalët e para që tuajnë ko. Edhe publikisht apo kështu në tavolina në diskutime. Prokurori Eles Blokaj ka qenë, ma ka qenë një letër. Eles Blokaj. Një letër që më shku në Amerika e lezi. Dhe ma ka qenë një letër më ka pas në orë, po s'di çfarë. Po, filoni që unë s'kum përmend atë temën kur një jetë, nuk kemi argumente që është ai që ka vendosur eksplozivin. Unë atë temën as e kisha një kur një jetë. As kësha mëndu kur për atemen, edhe më kur as hetus, as prokuror, as polic, për 2016 nuk ka cakot në derën time. Performancën e këna të mirë. Edhe më është problemi qka, tash qitën 2.2 kilogram tritol, që ati qa ka thonë aj polici që montoj, ishko besimtar, ishko djeli mirë, këcej kure, tha, shëqo që s'ka ndodhë se 4 metra bunarë që ke gjami u konë. E tash, unë e qa kom dyshu... Që s'ka ndodhë? S'ka ndodhë, s'ka eksplodu. Po, se? Për ndryshe 4 metra që ke gjami kish thellë, kishin dhe. Edhe që ke lagje u kohë pa banushme, edhe qyteti drenaset i ka po shumë atëzim. Dhe më shpëllimi. E tash, në njëri, për shumë që përmena por amë në tina, në Komisionin e Kuvendit për Siguri, më që me thonë, është çështje brendshme e bashkisë islame. Jo punë brendshme të aty ne i kanë të probleme. Punë e brendshme nuk mund t'jetë eksploziv. Apo jo? Mirë, po me pas prokuror, Rafeti do është më thirë, me thosët një, mos i pëdishit i që është e brendshme, a ka qitë Mulla Osmani e na im Tërnava, cilë e ka qitë për eksplozivin? Unë, po më duket e pabesueshme në këtë drejtim, në këtë ping-pong të hidhet, faj, kush mund, faj, kuptimin e akuzave. Unë ku kam dyshu, kur kam gju fjallët e para, me njerë që kam du fjallët e para kanë qenë, të mon njerëzit që kanë gju fjallë, Hoxha ka qitë vetë. Nese t'jenë zonë njerëz me 12 kg t'il, edhe me 2 mitroleza, më duke në loj me ka qenë, një i njëti trital. I njëti? Qasimat patriali. Po, nuk e di nëse Refkiu deshit të ndërlidheshe sepse Valdeti ka një përgjigje për... Po, Valdet lutem për Bedriun. Se
se të sfidoj pak. Jo, se sfidoj. Nuk është ide se alibi bili. Avokat, kjo është avokat. Absolutisht. Rastin e përmendi një rast që unë nuk e kam dëgju, që edhe zoti Lezi tha që ka shku në heshtje, dhe kjo tregon dhe konfirmon atë vërtetësinë që unë sapo e thash për veprimet aktive të mekanizmave të sigurisë dhe mekanizmave të shtetit, që atë që mund ta bëjnë, atë që kanë kompetencë, ka me kërkesë të inteligjencës gjermane, se për ndryshe mirë, dikun sikur se puna me Sisi, na ditë që ka thonë presidenti SBA-ve u shpërbëj Sisi, s'ka pas asnjë lloj procedure, asnjë angazhim. Ne vetëm kur kemi kërkesë ndërkombëtare veprojmë, fatkeqësisht. Ka një mënyrë, as nuk është për me lavdu në atë masën ekstreme shtetin, mirë po kem parasysh që ky shtet megjithatë i ri, edhe pse kanë kalu me taksha pagus më të vafër në Evropë. Po fatkeqësisht, po ky është realiteti, edhe kjo mekanizmat tanë të shtetit janë pasqyrë e qytetarëve, janë pasqyrë atyre tatim paguzve. Pra, duhet secili ta kemi fajin, pjesën e fajit tonë edhe kontributin në forcimin e këtyre mekanizmeve të shtetit. Nëse vetëm kërkojmë që gjithçka të funksionojë normalisht si një shtet shumë të konsoliduar, që s'është përballë asnjëherë me luftë, atëherë ne po kërkojmë të pamundurën. Kem parasysh që kemi një shtet të ri, një mekanizëm të ri të ndërtuar, por e kemi shtegun qel në veriun e vendit. E kemi një shtet satelit të Federatës Ruse që zyrtarisht kërkon me hap këtë front të luftës në Ballkan përmes veriut vendit dhe përmes Republikës Srpska. Dhe natyrshëm që ky investim është shumë i madh, financiar, logjistik, trajnos, me qendër humanitare në kufi me Kosovën, afër Nishit. Pra këto nuk janë kriju për ta forcu shtetin e Kosovës dhe mekanizmat e sigurisë. Këto janë kriju me sabotu, me dobësu dhe për ta shitë si një projekt dështuar. Dhe ne nëse jemi vetëm kritik ndaj shtetit tonë dhe nuk ndërmarrim asnjë veprim me ndihmu, qoftë edhe me një informacion. Kush prej ne e sheh një vepër të kundërligjshme të shku në punë dhe lajmëron në stacionin policor? Askush. Unë. Mirë ne qenë, ka prej 1.600.000 banorë një BD-je Lezi. Pikërisht para pak të ndërruar, po e bëj publike, para pak ditëve në Prokurinë Speciale të Republikës Kosovës kam deponu material sensitiv në çështje pikërisht në follomanit të ekstremizmit dhe radikalizmit. Pikërisht, sepse aty është rreziku. Rreziku i kësaj shoqërie është nëse ata aparate të cilat janë vjedh nga ISIS-i atje, kanë ardhur dhe sot janë investuar dhe financojnë këta grupe për me ngritë dhe për me bë paralelja që tha Hoxha i nderuar, se Bashkinë Islame të Kosovës e kontrollojmë 50% ekstremistave, aq ashtu. Dhe kjo është shqetësimi për mua, shqetësimi për fëmijët e mi. Kjo është një deklaratë goxha. Kjo është shqetësimi për mua, nuk është me rëndësinë se X zyrtari e ka bua ata po këta. Po edhe si servil që duhen mirë me ton, vetëm kisha mund ndërlidh. Deshta ta kujtoj për shikuesin, sidomos ata të gjeneratës ndoshta pak më të vjetër, që e kanë kujtojnë zotin Morina me atë emisionin që e ka bërë gjatë vitit 2002-2003, nëse nuk e ka bërë një vit e gjysmë që ashtu. Një vit e gjysmë me policia dhe ka qenë një lloj uvertyre shumë e mirë për shikuesit atë botë. Televizioni publik ndiqej nga gjithë. 45 minuta ka qenë. Ka qenë 45 minuta janë një lloj magazine javore ku ju e keni promovuar komunikimin e qytetarit që duhet ta ketë me institucionin e policisë, denoncimin e shumë veprave që duhet. Dhe unë mendoj që si shikues po flas në atë periudhë